Përshëndetje, sot jemi duke përgatitur koloninë më të mirë të parkut për mamat. E bëm me 8 korniza me pjelli ose me 9, nuk më mend. Tani kemi marrë kornizën, një kornizë me pjellje të hapur, së bashku me mamën dhe do ta lëm në katin e parë. Këtë do ta ngushtojmë plotësisht. Mama në katin e parë do rri me 3 korniza, këte me pjellje dhe 2 boshe. Pjesët e do bashkohen plotësisht, ndërsa kjo do shndërrohet në kat të dytë. Ndërsa gjysmë kati, ky është kat 3 qereksh, do shndërrohet për momentin në kat të tretë, por sapo të fusim larvat, kornizat me larva, ai gjysmë kati do hiqet, në mënyrë që kolonia të jetë sa më i ngjeshur tek çibukët që ne do vendosim. Atëherë shkurtimisht, sepse koha jon është pak e kufizuar, në katin e parë ndryshuam mendje sepse kishim 2 korniza me pjellje plotësisht, pothuajse plotësisht të hapur, kështu që nëse do t'i kalonim në katin e dytë, do shkonin ndëm ato larva dhe ato vezë, dhe 2 korniza ansore, boshe të reja, gjysmë të punuara, në mënyrë që mama nga ushqimi që ne do t'i ushqejmë intensivisht, t'i punoj dhe t'i mbushi me pjellje. Diafragma. Në këtë mënyrë mama është në katin e parë dhe ne me çibukut dhe vezet do punojmë plotësisht në katin e dytë. Në këtë mënyrë punojmë edhe me qumshtin, ne nuk e heqim asnjëherë mamat nga kolonia, por thjesht i lëm mamat në katin e parë dhe punojmë gjithmonë në katin e dytë. Kjo pra.